E dini sepse xhelozojnë njerëzit kur ju tregon arritjet tuaja dhe po sikur të kapësh yjet me dorë, prap nuk do jetë mjaftueshëm për ato. Pse? Njerëzit shpesh nënvlerësojnë arritjet e të tjerëve për shkak të përzierjes së xhelozisë, pasigurisë dhe krahasimit social. Ata ndjehen të kërcënuar nga suksesi dikujt tjetër ose besojnë se pranimi i tij pakëson arritjet e tyre, ju duket sikur po ja merr prej xhepi. Për më tepër, disa individ kanë një mentalitet fiks, duke i shtyrë ata të mendojnë se suksesi është i kufizuar dhe për të duhet të konkurosh. Pikërisht ata që i kanë frikë konkurrencës zakonisht dështojnë. Kjo sjellje rrjedh gjithashtu nga dëshira për të ruajtur normat shoqërore dhe për të parandaluar ndjenjat e papërshtatshmërisë midis bashkëmoshatarëve. Faleminderit dhe mirupafshim deri të